Po nuk është bevasuese kur kjo deklarat vjen prej një antishqiptari. Edhe pak a shumë ai ka shpreh dëshirën e vet, po jo vetëm ti, po edhe të establishmentit politik në Serbi. Po e mira kësaj pune është që nuk kanë kurrfarë mundësie për me jetësu ato që ka thonë ky Vulini, marr parasysh se bia nuk është Mossad, edhe Serbia nuk është Izrael, sepse po të ishin këta moti veç do e kishin bo këto se nuk e kanë lënë pse ju ka ardhur keq, apo pse kanë prit, do të thotë që një kohë më të mirë, po mundësia e tyre për me bo diçka tillë është zero, dhe për këtë arsye ta shprehin dëshirën. Mbi këtë bazë nuk janë të rrezikshme, mirë po këto vetëm e shpërfaqin këtë natyren ekstremiste, nacionaliste dhe shoveniste që ka establishmenti politik në Serbi.